Përshëndetje nga Panajiri I Librit këtu në Tiranë, për herë të parë dhe vi për të qenë pranues me librin Si boni mrekullive, që është një metodë shërimi me 83 madra për lirimin e frikave dhe të fobive tuaja. Më bëri përshtypje sepse këtu njerëz, siç e dini, jetojnë në Greqi, ka shumë njerëz që blejnë libra. Por diçka që më bëri më tepër përshtypje është sepse ne shqiptarët kërkojmë gjithmonë autorët që janë jashtë Shqipërisë, ose jo shqiptarë, por shikojmë të marrim nga autorët e jashtëm që është bërë përkthimi. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje si terapiste, si merit, sepse kjo do të thotë që ne akoma dhe njerë nuk shikojmë të kthehemi tek vetja jonë, dhe të shikojmë kush jemi ne, dhe të përqendrojmë dhe të mbështesim shkrimtarët shqiptarë, por kërkojmë gjithmonë nga jashtë. Me dashuri dua t'ju them që çdo gjë mos harroni që vetëm kur të kthehemi brenda nesh, atëre do bëhet zgjimi dhe do bëhet dhe zgjimimi. Erdhi ora që ne të shikojmë njëri tjetrin, jo nga jashtë. Dhe ne si popull jemi shumë popull zgjuar, shumë popull krijojmë gjëra të bukura, le të përqendrohemi me një këshill të bukur për të, le të përqendrohemi tek ne, tek njerëzit tanë, tek shkrimtarët tanë. Besoni tek vetja, jo vetëm tek tjerë. Dhe jam këtu në katin e dytë, Botimet Living është libri im, do gjindem këto ditë nga afër, nëse dëshironi të vini dhe të mësoni çfarë pikërisht. Është ai libër dhe të flasim dhe për metodat e thjeshta. Ju bëjmë një prezantim të thjeshtë. Dhe mos harroni të punoni me veten, se gjithmonë vetëm atëherë mund të fitojmë veten tonë. Ju përshëndes.